ketë prej njerëzve që sapo të bëhet ringjallja, do drejtohen drejt xhenetit. Riduani, roja i xhenetit i pyet: Ku jeni duke shkuar? Nuk ka vend paroj, ku po shkoni kështu? A nuk u dhan librat e jetës? A nuk u vendos peshorja e veprave për ju? Si po drejtojni drejt e në xhenete? Ata i thanë: O Riduan, ne as nuk do japim llogari, as nuk na jepet libri, as nuk do peshohen veprat. A nuk e ke lexuar Kur'anin? Riduani tha: O, e kam lexuar, po cilën pjesë të lexoj? Ata thanë: Ndërsa të durueshmëve u jepet shpërblimi i tyre pa mas. Roja i xhenetit i pyet: O si ishte durimi juaj? Ata i thanë: Kur na bënin keq, ishim të butë. Kur na injoronin, i falnim. Kur bënim mëkate, kërkonim falje. Kur sprovoheshim, duronim. Kur na jepej mirësia, falënderonim Allahun. Roja i xhenetit u thot: Hyni në xhenete, nuk ka as frikë, as pikëllim për ju.